Shiko, problemi i njerëzve është ky, sepse njerëzit mendojnë që të gjitha femrat janë njësoj, i meshkujve. Femrat nuk janë gjitha njësoj, ka femra që vdesin të ngacmojnë, ka femra që e urrejnë të ngacmojnë. A më kupton? Kështu që duhet t'i kategorizoni femrat. Më kupton? Të shife femrën njerë si është, si e ka sjelljen, a t'jep shkak për provokim. Do me thonë, duhet ta dish me ka femër ke të bësh. E kupton, jo t'i fusësh gjitha në një thes. Unë e kuptoj se me ta video që kam bërë unë kam parë, do me thonë, më bërdello ishin femrat se meshkujt. Më kupton? Se meshkujt ishin shumë mirë kuptues dhe të gjithë kanë suportuar dhe më kanë mbështetur tek ajo video, ndërsa femrat jo. Femrat janë bordello, do thonë jo pse përdor këtë term, sepse është për të përdorur këtë term me këto. Më kupton? Sepse femrave ju kruhet vetë vëlla. Atyre që kanë komentu, që kanë qesh, që kanë buzëqesh, atyre që djemë të shkruajnë sipër dhe ata komentojnë por, se kanë dalë për të kap dashnora. E kupton se aq llum janë, sa se di mo që të them. Kështu që mos i ngatroni njerëzit. Jo të gjithë njerëzit janë njësoj, jo të gjithë njerëzit përfaqësojnë të njëjtin karakter, përfaqësojnë të njëjtën kulturë, përfaqësojnë të njëjtin moral. Pra, shife njeriu një herë, pastaj reago. Dhe ajo që mua më vjen keq është fakti që nga një pjesë dërmuese e femrave që janë imorale, do me thonë, e hanë të tjerat. E keni parasysh ato njerëzit e pafajshëm që vriten, për shembull, janë duke vrarë dy banda, e ka parasysh një plumë çon një tjetër. Është e njëjta situatë. Sepse duhet i dini me kë femër ke të bash. A më kupton? Kështu që disa kanë qef me ngacmu, disa s'kan, kështu që duhet dini femrën ku jeni të shku dhe ku jeni të ngacmu.